Selam aleikum hoxh. Po nëse jemi thot me perioda dhe nuk mund ta agjerojmë ditën e Arafatit, a kemi ndonjë shpërblim? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Allahu i lartësuar e din jetin tënd. E din jetin e çdo njërit. Njeriu patjetër nëse bën një punë të mirë, po i ndodh për shembull ai vazhdimisht ose ajo vazhdimisht, pra në këtë rast ajo në vazhdimisht e ka agjëruar ditën e Arafatit. Ndodhi që këtë rast, pra ka arsye, ka shkak. Atëherë me lejen e Zotit gjithësisë e merr shpërblimin. Gjithsesi atë ditë ti nuk agjëron, se pra femra e cila është me perioda nuk agjëron, por mundet të bëj dhikr, mund të bëj lutje. Ti për shembull atë ditë ose këto ditë, gjatë gjithë këtyre ditëve, njeriu mund të angazhohet me vepra tjera të mira. Për shembull, këto ditë, pra 10 ditën e Dhulhixhes, mund t'jap sadaka, mund të përmend Zotin e gjithësisë. Profeti alayhis salam orienton tek përmendja e Zotit. Pra me shtu thënien la ilaha illallah, Allahu akbar, elhamdulillah, vazhdimisht. Këto ditë mund të bësh dhikr, pra përmendjen e Zotit gjithësisë gjatë gjithë kohës. Allahu i rujt.